Prej më shumë se 48 orësh, disa zona të kryeqytetit kanë mbetur pa furnizim me ujë të pijshëm, duke shkaktuar një revoltë dhe shqetësim tek qytetarët, ndërsa temperaturat në Tiranë janë rritur ndjeshëm ditët e fundit. Banorët raportojnë se mungesa e ujit ka prekur një pjesë të zonës së bllokut, Don Boskon, zonën e spitaleve dhe lagjet e tjera, ku familjet përballen me vështirësi serioze në përditshmëri. Qytetarët shprehen se prej 2 ditësh rubinetet janë tharë totalisht, ndërsa askush nuk jep një përgjigje të qartë se kur do të rikthehet furnizimi normal. Situata është bërë edhe më alarmante për familjet me fëmijë të moshuar dhe bizneset që varen nga furnizimi me ujë, të cilët po përballen me një kaos të vërtetë në kulmin e vapës. Ajo që e bën edhe më të rëndë këtë situatë është mungesa totale e transparencës nga institucionet përgjegjëse. Deri më tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga Ujësjellës Kanalizim e Tiranë dhe drejtori i institucionit Flauers Shoshi mbi arsyen konkrete të ndërprerjes së ujit, kohëzgjatjen e problemit apo fazën e punimeve që pretendohet se po kryhet. Ax News është përpjekur të kontaktojë në institucionin e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, drejtorin Flauers Shoshi për të marrë një reagim zyrtar mbi këtë situatë kaotike, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Heshtje totale nga një institucion që duhet t'u jap llogari qytetarëve për një shërbim etik si furnizimi me ujë. Banorët shprehen të revoltuar, jo vetëm për mungesën e ujit, por edhe për mënyrën se si po trajtohen nga institucionet pa informacion dhe pa asnjë paralajmërim. Në një kohë kur temperaturat po arrin nivele të larta, nevoja për ujë është jetike. Lënia e qytetarëve për ditë të tëra pa furnizim përbën një përgjegjësi të rëndë institucionale. Ndërsa Tirana vijon të përballet me këtë situatë problematike, qytetarët kërkojnë një reagim urgjent, transparencë dhe rikthim të shpejtë furnizimit me ujë, pasi mungesa e një shërbimi bazik është e papranueshme.